Situata shëndetësore e popullatës në Vlorë është duke u monitoruar në çdo kohë nga institucionet shëndetësore. Nisur nga problematikat që mund të ndodhin pas mungesës së ujit në qytet dhe përdorimit të ujit nga burime të ndryshme, si dhe nga botet e lëvizshme, janë marrmasat që problemet shëndetësore të popullatës të raportohen në kohë dhe të trajtohen. Të gjitha qendrat shëndetësore, poliklinika dhe spitali janë udhëzuar që të raportojnë në kohë të shpejtë për çdo pacient që mund të shfaqi probleme të traktit gastrointestinal, si diare dhe të vjella. Udhëzimi është shpërndar te çdo mjek që jep shërbim shëndetësor dhe kryen vizita për pacientët e të gjitha grupmoshave në Vlorë. Ndërkohë, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Vlorë ka kryer analizat e ujit të pijshëm në disa pika fundore të rrjetit ujësjellësit apo në çezma. Analizat fiziko-kimike rezultojnë brenda normave, ndërkohë që përgjigjja e analizave mikrobiologjike nuk ka dalende. Autoritetet konfirmojnë se situata është normale dhe uji i pijshëm përmbush standardet e lejuara për konsum. Ndërkohë, raportimi i gjendjes shëndetësore të popullatës bëhet çdo ditë nga të gjithë mjekët. Sipas të dhënave zyrtare nga institucionet shëndetësore, deri tani nuk ka patur problematika shëndetësore të shtuara në popullat, që mund të vinin si pasojë e konsumit të ujit të ndotur. Ndërkohë, nga operatori i kujdesit shëndetësor dhe Njësia Vendore në Vlorë janë marrmasat për kujdes shëndetësor edhe për natën e ndrimit të viteve dhe për të gjitha ditët e pushimit të festës, ku përveç shërbimit të urgjencës kombëtare në çdo institucion shëndetësor do të ketë staf në gatishmëri, si dhe mjek në shërbim nëpërmjet telefonit. Qytetarët duhet të tregojnë kujdes të shtuar që të mos abuzojnë me pijet alkolike, sasinë e ushqimit dhe në veçanti me përdorimin e fishekzjarreve. Këto të fundit nuk duhet që të lejohen të përdoren nga moshat e vogla.